Thirrja e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për hartimin e një drafti mbi atë që ai e ka cilësuar si marrëveshje e re për Shqipërinë ka marrë përgjigjen e parë konkrete nga brenda radhëve të socialistëve. Deputetja Elisa Spiropali ka dorëzuar një mocion në Asamblenë e Partisë Socialiste, duke propozuar nisjen e një procesi të gjerë reflektimi dhe konsultimi politik. Në një deklaratë për mediat, Spiropali sqaroi se dokumenti nuk është një tekst i përfunduar, por një platformë e hapur për diskutim, e ndërtuar për të mbledhur propozime dhe ide që adresojnë sfida dhe pritshmërinë e qytetarëve. Premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit. Sapo dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me përullësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Vetëm pak minuta pas deklaratës së saj, deputetja publikoi në rrjetet sociale tekstin e plotë të mocionit duke sqaruar se dokumenti fillimisht nuk ishte parashikuar të bëhej publik. Megjithatë, ajo argumentoi se transparenca është pjesë e vetë frymës së procesit që propozon. Në dokument, Spiropali e përkufizon nismën si fillimin e një dialogu kombëtar për marrëveshjen e re për Shqipërinë, një proces që sipas saj synon të ripërcaktojë marrëdhëniet mes shtetit, institucioneve, politikës dhe qytetarëve. Ajo propozon një konsultim të hapur me të gjithë anëtarësinë e Partisë Socialiste, duke theksuar se marrëveshja duhet të nisë fillimisht brenda vetë forcës politike. Në mocion argumentohet se Partia Socialiste duhet të arrijë fillimisht një marrëveshje me vetveten përmes reflektimit dhe reformimit të brendshëm përpara se të kërkojë një kontratë ribesimi me qytetarët. Sipas Spiropalit, vetëm një proces i tillë mund të krijojë baza për një model të ri qeverisje dhe përfaqësimi. Ndër parimet kryesore të dokumentit rënditet garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, forcimi i pluralizmit të ideve, promovimi i meritokracisë, ndarja e qartë e partisë nga shteti, si dhe krijimi i më shumë hapësirave për përfshirjen e të rinjve në jetën politike dhe institucionale. Deputetja ndalet edhe te klima aktuale politike në vend, duke e konsideruar protestën qytetare që zhvillohet për javësh para kryeministrisë si një moment që kërkon reflektim për demokracinë shqiptare. Sipas saj, pavarësisht qëndrimeve politike, çdo zë qytetar duhet dëgjuar dhe duhet të shërbejë si nxitje për përmirësimin e funksionimit të institucioneve. Një tjetër element që Spiropali konsideron thelbësor është rikthimi i kulturës së debatit parlamentar. Ajo argumenton se kuvendi duhet të jetë një hapësirë ku pesha e argumentit të mbizotrojë mbi forcën e numrave, ndërsa cilësia e diskutimit të zërë vendin e përplasjeve politike. Në dokument trajtohen edhe çështjet e drejtësisë, ku Spiropali shprehet se sistemi duhet të jetë plotësisht i lirë për të hetuar çdo individ, pa dallim funksioni apo përkatësie politike. Paralelisht, ajo thekson se politika duhet të mësojë të respektojë pavarësisht institucioneve të drejtësisë dhe të mos ndërhyjë në veprimtarinë e tyre. Me këtë mocion, Elisa Spiropali propozon hapjen e një procesi të ri politik brenda Partisë Socialiste, duke synuar që ai të shndrohet më pas në një dialog më të gjerë kombëtar për të ardhmen politike dhe institucionale të vendit.